Horoskopi për ditën e enjte 6 gusht 2026. Venusi hyn në Peshore, dielli në Luan me tregon me Saturnin në Dash, hëna nga Demi kalon në Binjak. Këto janë eventet e kësaj dite. Dashi. Sot ndjen se disa gjëra më në fund po marrin drejtimin e duhur. Tregoni mes diellit në Luan dhe Saturnit në shenjën tënde të ndihmon të shohësh qartë se ku ja vlen të harxhosh energji dhe ku të vendosësh kufi. Nuk do të jesh më i gatshëm të pranosh premtime boshe apo situata që të lodhin pa dhënë asnjë këmbim. Venusi që hyn në Peshore sot vendos vëmendjen tek marrëdhëniet. Nëse je në lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë kohë ose një bisedë të ngrohtë. Mos e shtyj këtë moment sepse mund të largojë një keq kuptim që ka kohë që po rritet. Për beqarët mund të ketë një njohje të re të rastësishme, ndoshta në punë apo gjatë një mesazhi ose shëtitje. Në punë, dikush do ta vë re seriozitetin tënd. Merr përgjegjësi në këtë ditë, pasi stimulohesh nga pozicioni i yjeve. Ndoshta rezultatet nuk vinë menjëherë, por vendosen themelet e një suksesi të rëndësishëm. Matu në drejtim të shpenzimit të parave. Dëshiron të bësh një vlerje të kushtueshme, por mund ta shtysh dhe pak. Në ditët në vijim mund të dalë një mundësi më e mirë ose një shpenzim i papritur. Shëndeti i mirë për lodhja mendore mund të ndihet në fund të ditës. Kur hëna kalon në binjak, ritmi përshpejtohet. Mund të marrësh një telefonat, një lajm ose një ftesë që të ndryshon planet e mbrëmjes. Ngjyra më e thatë është mustard, e verdhë e zënë. Koha me fat është mbas dite vonë dhe këshilla e ditës mos u nxito të japësh një përgjigje. Demi. Dita nis me energji dhe të jep ndjesinë se ke kontroll mbi situatat që të kanë shqetësuar kohët e fundit. Hëna kalon orët e para në shenjën tënde dhe të ndihmon të marrësh vendime pa presion. Trigoni i diellit me Saturnin të kujton se stabiliteti ndërtohet me hapa të vegjël dhe jo lëvizje të nxituara. Në dashuri, Venusi në Peshore sjell më shumë mirëkuptim. Nëse je në një lidhje, partneri mund të surprizojë me një gest të bukur ose me një bisedë që ju ofron më shumë. Për beqarët mund të rikthehet një interes më serioz me dikë që e ke takuar ndoshta edhe më parë. Dita është ideale edhe në sektorin e punës. Ti je tepër i përqendruar dhe kjo të ndihmon që të shmangësh gabime. Financat kërkojnë zgjuarsi. Nëse mendon të blesh diçka për shtëpinë ose veten, krahaso më mirë çmime. Mund të kursesh më shumë nga sa mendon. Shëndeti i mirë, por mos e neglizho pushimin. Në mbrëmje kur hëna kalon në binjak, mund të marrësh një lajm që lidhet me një pagesë ose një dokument lidhur me një çështje. Ngjyra me fat është e bardhë dhe e blu. Koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: besoj i ritmit tënd, nuk e pse ecën me shpejtësinë e të tjerëve. Binjakët. Deri në orët e pasdites mund të ndihesh pak i tërhequr. Më shumë je vëzhgues se sa veprues, por diçka ndryshon kur hëna do të hyjë në shenjën tënde. Energjia rritet, telefoni do të tingëllojë më shpesh dhe dita do të marrë një kthes dinamike. Gjithashtu, parashikohet që nëse je në një lidhje, mund të bësh plane me partnerin dhe të rikthesh një atmosferë romantike. Për beqarët, një bisedë e thjeshtë mund të kthehet në fillimin e diçka interesante. Në punë, një ide që vjen papritur mund të rezultojë më e vlefshme nga sa mendon. Mos e mbaj veten se kush je, dikush mund të mbështesë dhe të kthejë me këmbë në tokë. Një takim ose një komunikim i rëndësishëm favorizohet në pjesën e dytë të ditës. Paratë mbeten në ekuilibër. Shmangi huat apo premtimet financiare. Shëndeti është i mirë, energjia shtohet pasdite, do ta ndjesh veten me optimizëm dhe më të gatshëm për të lëvizur, për të takuar njerëz dhe për të provuar diçka të re.
Ngjyra me fat është e zezë dhe kafe. Koha me fat është në mbrëmje. Këshilla e ditës: thuaje çfarë mendon. Fjalët mund të hapin dyert të reja. Vazhdoj me shenjën e gaforrës. Dita të ndihmon të kuptosh se nuk ke pse të jesh ti që t'i mbash të gjitha barrat vetë. Trigoni mes diellit në Luan dhe Saturnit në Dash të shtyn të mendosh për të ardhmen, për punën, për sigurinë. Një ndryshim që më parë e ke patur shumë frikë, tani është ai që duhet të bësh. Besoj përvojës që ke fituar, sepse ajo do të ndihmojë të marrësh vendime të zgjuara. Në 6 Venusi hyn në Peshore dhe kjo do të sjellë ngrohtësi në jetën familjare dhe në marrëdhënie. Nëse je i lidhur, është dita më e mirë për të folur për një plan që lidhet me shtëpinë, një udhëtim të përbashkët ose ndoshta një projekt që e ke ndërmend ta bësh së bashku me partnerin. Për beqarët, një njohje mund të lindë përmes familjarëve ose në një ambient ku ndihesh rehat. Mos u habit nëse dikush të tregon interes papritur e pakuptuar. Në punë përgjegjësi do të shtohen, por dhe besimi që kolegët kanë tek ti. Mund të kërkosh të marrësh drejtimin e një detyre ose të menaxhosh diçka. Financat kërkojnë pak më shumë organizim. Një shpenzim për shtëpinë do të arrish ta përballosh pa u vënë në vështirësi nëse nuk blen gjëra të tjera të panevojshme. Stresi që ke mund të ndikojë tek gjumi. Në mbrëmje kur hëna të kalojë në binjak, do të ndjesh nevojën të shkëputesh nga zhurma dhe të qëndrosh në mendimet e tua. Ngjyrat me fat është e bardha. Koha me fat është në drek. Këshilla e ditës: mos merr përgjegjësi më shumë se ç'mund të mbash. Luani. Luan, dielli qëndron në shenjën tënde dhe sot merr dhe mbështetjen e Saturnit, duke të dhënë më shumë pjekuri në mënyrën se si vepron. Nuk ke nevojë të tërheqësh vëmendjen me zhurmë, sepse sot njerëzit do të vlerësojnë për seriozitetin dhe fjalën e mbajtur. Mund të ndjesh se po të mbyllet një kapitull dhe po të hapet një tjetër, por që është më i qëndrueshëm se i pari. Venusi që hyn në Peshore në datën 6 gusht sot, në dashuri të bën që ti të kesh komunikimin si armën tënde më të fortë. Duhet të largosh një dyshim që partneri mban në vetvete. Për beqarët, një person që të pëlqen mund të jap më në fund një shans interesi. Lëri gjërat të ecin natyrshëm dhe mos nxito. Nëse je në punë, dita favorizon intervistat, negociatat dhe situatat ku duhet të bindesh të tjerët. Mund të marrësh një lajm të mirë dhe një derë të hapet që nuk e prisje prej kohësh. Financat të qëndrueshme. Nëse ke menduar të investosh në diçka që lidhet me profesionin, dita është shumë e mirë. Për sa i përket shëndetit, ke një energji që nuk të mungon. Në mbrëmje hëna në binjak të sjellë një ftesë, një takim, një bisedë që të mbush me optimizëm. Ngjyrat me fat është e zeza dhe jeshilja. Koha me fat është në mesditë. Këshilla e ditës: besimi fitohet me veprime, jo me premtime. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, sot dita për ty të thotë që ti duhet të organizosh disa plane. Disa gjëra që nuk hecin, ndaj hiq dorë. Dita përgjithsisht është e mirë, logjika vihet në plan të parë. E bashkëpunuar me intuitën, logjikë dhe intuit, do të bësh që vendimet të kenë gjasa të rezultojnë të sakta. Në dashuri, me Venusin që futet në shenjën e Peshores, të bën të kërkosh më shumë siguri emocionale. Nëse je në një lidhje, do të vlerësosh gjestet e vogla dhe kujdesin që partneri tregon ndaj teje. Për beqarët, ka shanse
që dikush të afrohet me ty. Dhe sinqeriteti është një armë e fuqishme nëse do të lidhesh. Nëse je në punë, dita favorizon kontratat, dokumentet dhe detyrat që kërkojnë përqendrim. Do të marrësh një lajm që të jep shumë besim për javët që vazhdojnë. Kujdes me menaxhimin e parave. Megjithatë, nuk duket se të ketë probleme serioze në horizont. Planifikimi të krijon siguri. Shëndeti është i mirë, ndaj mos e tepro me orët e punës. Në mbrëmje mund të ndjesh një nevojë të dalësh nga rutina dhe të ndryshosh pak ambient. Ngjyrat me fat është ngjyra e kremit, koha me fat është paradite, këshilla e ditës. Mos e nënvlerëso një mundësi që të vjen, sepse thjesht erdhë në mënyrë të thjeshtë. Ndonjëherë gjërat më të mira nuk bëjnë zhurmë, por vijnë ngadalë dhe pa shumë bujë. Vazhdojmë me shenjën e peshores. Peshore, sot Venusi hyn në shenjën tënde dhe të sjell një energji të re në mënyrën se si paraqitesh në komunikim me të tjerët. Personat e tjerë do të vënë re ty dhe ti do të dukesh në top form. Ata janë të gatshëm të dëgjojnë dhe të bashkëpunojnë me ty. Nëse në marrëdhënie ke patur tensione apo krisje, dita të krijon mundësi për pajtim dhe mirëkuptim. Shfrytzoje këtë ditë. Dhe jo vetëm kaq, por në dashuri e ndër shenjat më të favorizuara. Partneri kërkon që ti kushtosh më shumë kohë dhe ndoshta mund të propozojë një plan të bukur për të ardhmen. Për beqarët, një person afrohet në mënyrë elegante dhe pa presion. Por ti mos u mbyll në vetvete sepse njohje që nisin tani kanë mundësi të zgjasin. Në anën e punës, nëse je në punë, një përgjigje që e pret ka mundësi të vijë me përgjigje pozitive, me lajme pozitive. Por, edhe nëse nuk mbyllet gjithçka sot, hapat që do të bëhen në këtë ditë do të kenë rëndësi në ditët në vazhdim. Parat janë në ekuilibër. Do të thotë, mund të shpenzosh për veten, për pamjen ose për shtëpinë, por mos e tepro. Rekomandohet të zgjedhësh cilësinë sesa sasinë. Shëndeti është i mirë dhe ti je emocionalisht i qetë. Në mbrëmje hëna në binjak mund të sjellë një ftesë për një dalje, një udhtim të shkurtër ose një bisedë që të hap mendjen. Ngjyrat me fat është rozë dhe kafe. Koha me fat është mbasdite vonë. Këshilla e ditës: mos prit që të tjerët të bëjnë hapin e parë. Një buzëqeshje ose një mesazh nga ti mund të ndryshojë gjithçka. Akrepi. I dashur akrep, dita të fton të përqendrohesh tek gjërat me rëndësi dhe mos harxho energji me njerëz që nuk kanë të njëjtin qëllim si ti. Trigoni mes Diellit dhe Saturnit të ndihmon të organizosh punën dhe të vendosësh disa prioritete. Mund të kuptosh se një problem që të duke i madh është shumë më i lehtë për të zgjidhur kur e sheh me qetësi. Venusi në peshore në dashuri të bën pak më të rezervuar me ndjenjat, por dhe më të kujdesshëm në zgjedhjet që bën. Nëse je në një lidhje, partneri mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje. Nëse je beqar, një person që ka qenë prekosh në rrethin tënd mund të shohë me sy tjetër. Ke një çështje të pambyllur, të pa rregulluar apo të mbetur pezull nga një gabim i së kaluarës, përkushtohu dhe gjithçka do të mbyllet. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëj investime ose mos merr hua. Durimi të kursen dhe parat. Shëndeti është i mirë, por mos e mbaj gjithë stresin ti. Në mbrëmje mund të marrësh një lajm që lidhet me një pagesë, dokument apo një çështje familjare.
Ngjyra me fat është gri dhe e zezë. Koha me fat është mbasdite. Këshilla e ditës. Jo çdo betejë ja vlen të luftohet. Ruaje energjinë për gjërat që vërtet kanë rëndësi. Shigjetari. Sot e ndjen se horizonti po zgjerohet. Tregoni mes diellit në Luan dhe Saturnit në Dash të mbështet në çdo plan që kërkon durim dhe vizion afatgjatë. Nëse ke menduar të nisësh diçka, një kurs, një projekt, apo të planifikosh një udhëtim, dita është ideale që të hedhësh hapat e parë. Nuk duhet të bësh gjërat me nxitim, por të ecësh në drejtimin e duhur. Në sektorin sentimental, Venusi në Peshore sjell harmoni në jetën sociale. Nëse je në një lidhje, do të kaloni më shumë kohë me miq, ose do të bëni plane që ju ofrojnë dhe më shumë. Nëse je beqar, një njohje mund të vijë gjatë një aktiviteti shoqëror. Kimia do të linë nga bisedat dhe jo vetëm nga pamja. Dikush mund të propozojë një bashkëpunim për punë ose një mundësi që ndoshta ja vlen ta analizosh. Mos merr vendime vetëm nga entuziazmi. Faktet janë aleati yt më i mirë. Financat. Shmangi blerjet impulsive, sidomos për udhëtime ose pajisje që nuk të duhen menjëherë. Energjia rritet në mbrëmje, kur hëna të hyjë në shenjën e binjakëve, një takim i papritur ose një telefonat mund ta mbyll ditën me humor të mirë. Ngjyrat me fat janë portokalli dhe blu e çelët. Koha me fat është rreth orës 17:30 deri në 19:30. Këshilla e ditës: kur një derë hapet, mos ki frikë ta kalosh pragun. Bricjapi. Sot je i vendosur që diçka kërkon të arrish. Tregoni mes diellit në Luan dhe Saturnit, planetit tënd udhëheqës, që ndodhet në Dash, të ndihmon të marrësh vendime me qetësi. Një çështje që të ka shqetësuar prej kohësh do të shkojë drejt zgjidhjesh. Në dashuri, Venusi në Peshore të sjell më shumë vëmendje te ekuilibri mes jetës së personale dhe asaj të punës. Partneri kërkon që ti kushtosh më shumë kohë. Një mbrëmje e qetë me njëri tjetrin mund të vlejë më shumë se 10 biseda të gjata. Për beqarët, dikush që e njeh përmes punës ose aktivitetit profesional mund të shfaqë interes. Mos e përjashto këtë mundësi. Në punë, dita favorizon përgjegjësitë. Mund të marrësh një lajm që lidhet me një kontratë, detyrë të re apo vlerësim për punën që ke bërë. Dikush do të thotë se je personi i duhur për t'i besuar. Financat kërkojnë zgjuarsi. Është një moment i mirë që të rishikosh shpenzimet dhe të mendosh për një kursim që ndoshta do të duhet në muajt që vazhdojnë. Shëndeti është i mirë, por mos harro se trupi ka nevojë për relaks. Në mbrëmje hëna kalon në binjak dhe mund të sjellë ndryshime në programin tënd. Ndoshta një telefonat që lidhet me punën. Ngjyrat me fat janë e bardhë dhe bezh. Koha me fat është në mëngjes. Këshilla e ditës: besoj ritmit, jo çdo sukses arrihet me nxitim. Ujori. Dita të fton të shohësh marrëdhëniet me njerëzit që të rrethojnë. Dielli në Luan ndriçon sektorin e partneriteteve. Ti do të kuptosh se sa vlen njerëzit pranë teje. Një bisedë mund të sqarojë një situatë që ka mbetur pezull dhe mund të japë një ndjenjë lehtësimi. Ana romantike. Venusi në Peshore në datën 6 sjell romantizëm dhe dëshirë që të ndash dhe të kalosh momente të bukura me personin që ke në krah. Ndoshta do të projektoni një udhëtim apo një projekt të përbashkët që do t'ju ndryshojë rutinën të dyve. Për beqarët, ndoshta një njohje në rrjetet sociale apo një udhëtim i shkurtër do të bëjë që dikush të tërheqë më shumë se ç'mendon.
Nëse je në punë, bashkëpuno me të tjerët. Mos i bëj gjërat vetëm dhe puna në ekip do të japi rezultate sot. Parat janë në një fazë të qëndrueshme. Ndoshta mendon të bësh një shpenzim lidhur me udhëtimin, teknologjinë. Do ta përballosh pa vështirësi nëse ruan ekuilibrin. Energjia jote do të rritet ndjeshëm në mbrëmje kur hëna të kalojë në binjak dhe ti do të bëhesh optimist dhe ke dëshirë për të shijuar çdo ditë jetën. Ngjyra me fat është jeshile dhe e verdhë. Koha me fat është në darkë, këshilla e ditës. Ndonjëherë një ide e ndarë me të tjerët vlen më shumë se një ide e mbajtur për vete. Peshqit, sot ke mundësinë të vendosësh shumë rregull në jetën tënde. Trigoni mes Diellit dhe Saturnit të ndihmon të përfundosh detyra që i ke shtyrë prej kohësh dhe ti do të ndihesh i qetë me veten. Nuk është dita për ëndra pa plan, por për hapa konkret që të afrojnë me qëllimet që ti i ve vetes. Në fund të ditës do të kuptosh se ke bërë më shumë nga sa e kishe imagjinuar. Ana sentimentale, Venusi hyn në peshore dhe të sjell emocione dhe dëshirë për marrëdhënie të sinqerta. Fol hapur me partnerin dhe zgjidh çdo gjë pa debat. Për beqarët, nëse je në një ambient pune, një person të vëzhgon gjatë një takimi apo përmes një personi të tretë, mund të shikosh një person që ndoshta e vlen për ty në të ardhmen. Një detyrë je duke e përfunduar pak me vështirësi dhe ndoshta do të vënoj pak në kohë. Megjithatë, merr gjërat me ngadalë. Financat të qëndrueshme. Mund të bësh plane për afat të gjatë dhe të shmangësh shpenzimet e momentit. Shëndeti është i mirë, por kujdes, mos e mbi ngarko veten me përgjegjësi. Hëna në binjak në mbrëmje të kthen vëmendjen tek familja dhe shtëpia. Mund të bësh një bisedë me një person të afërt të familjes që të falë qetësinë që ke kërkuar. Ngjyra me fat është bezh dhe jeshile. Koha me fat është mbasdite, këshilla e ditës, mos u shqetëso për gjithçka që nuk e kontrollon. Përqendrohu te hapja rradhës dhe diçka do të zgjidhet më pas. Ne urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.